Ata që të mashtrojnë, ata që të lëndojnë, nuk largohen pa pasoja. Jo sepse ti dëshiron keq për ta, por sepse çdo veprim lën një gjurmë. Ata që të kanë mashtruar, shpesh mbajnë mbi vete barë që është e jotja. Ata që të kanë borxh dhe nuk e kanë kthyer, marrin mbi vete peshën e asaj padrejtësie. Ata që të kanë injoruar, një ditë do të njohin ndjesinë e vetmisë që krijuan. Ata që të kanë trajtuar keq, përballen me të njëjtën dhimbje në forma tjera. Ata që kanë thurur plane kundër teje, shpesh bien pre planeve të të tjerëve. Ata që u përpoqen të mbajnë poshtë, mësojnë vetë çfarë do të thotë rënja. Por karma nuk është gjithmonë e drejtë për drejtë. Energjia nuk kthehet gjithmonë te i njëjti person. Donjëherë balancohet përmes rrethanave, përmes jetës, përmes njerëzve më të afërt. Jo si ndëshkim, por si pasqyrë, sepse universi kërkon ekuilibër. Ajo që nuk është e jotja, nuk mund ta mbash për gjithmonë. Ajo që merret padrejtësisht kthehet në një formë tjetër, jo nga akmarrja, por nga ligji i jetës. Dhe ky ligj është i qetë, i saktë dhe i pashmangshëm.